Rritja e çmimeve të apartamenteve dhe banesave por dhe pamundësia për të patur një banesë në kushtet aktuale të tregut, shqiptarët shohin të tjera alternativa, një prej të cilave mbeten edhe shtëpitë e drurit apo dhe me materiale të ngjashme, një mundësi reale për shumë qytetar. Bledar Sinaj është një nga personat që prej më shumë se një viti e gjysmë ishte dedikuar këtij sektori, edhe pse prej 15 vitesh punon në Duralumin. Ai tregon si lindi ideja për ndërtimin e këtyre shtëpive, fillimisht një kaçe, ndërsa tashmë edhe 2 apo 3 kate. Ka mjaft kërkesa Sinaj, edhe nga fakti që janë edhe me kosta më të ulët dhe të përballueshme për qytetarët. Ideja na ka lindur duke parë tregun në rrjetet sociale. Kemi rreth një vit e gjysmë që bëjmë të tilla. Zakonisht kemi bërë në ato të vogla, kemi bërë më shumë. Është e dyta kjo që po bëjmë kaq e madhe dhe na ka pëlqyer si ide. Tregu i kërkon, edhe kështu që ne jemi në vazhdimsi të këtyre, sa po kemi filluar. Jo, nuk kemi punuar në këtë lloj fushe. Fusha jon ka qenë kemi punishte alumini dhe hekuri. Bëjmë çdo gjë që i përket aluminit dhe hekurit. Bëjmë dyert blinduara, bëjmë kangjëlla alumini, kangjëlla hekuri, fasada. Me këto jemi marrë më përpara. Duke parë që kishte goxha interes për këto lloj punimesh, tham t'i fusim edhe neve pse jo. Kjo ndërtesë këtu përfshihen të gjitha. Me fjalë, që na struktura metalike, veshja jashtë që bëhet çdo gjë e mbulojmë neve në ana jon. Me fjalë, me balkon, me kangjëlla alumini që është ende e papërfunduar, dyert dritare. Do bëhet veshja e brendshme me rapote, duke futur dhe lesh guri në brenda për çështjen e temperaturave të ftohtë të ngrohtit. Do bëjmë shtrimin e parketit dhe aty poshtë do dali sallon, do dal kuzhinë, do dal edhe banjë. Në fakt neve mendonim se ishte për turista, por në fakt jo, nuk është vetëm për turista. Ka edhe shumë individ që kërkojnë të bëjnë një shtëpi, po duke qenë se edhe lejet e shtëpive janë bërë çik disi të vështira. Kjo duket zgjidhja më ideale dhe më e lehtë për të bërë një shtëpi, edhe me më pak kosto, dhe shumë herë më pak kosto. Tregon se fillimisht të zanatë nisin në Greqi dhe tani në vendin e tij. Aktivitetin tashmë e quan mjaft të frytshëm dhe pranon se kërkesat për banesa të tilla kanë ardhur në rritje. Janë kryesisht shtetas shqiptar, ndërsa është një mundësi shumë e mirë duke parë edhe tregun imobiliar dhe çmimet në rritje. Zanatin kemi mësuar në Greqi, e kemi ushtruar prej 5 vitesh andaj. Kemi 15 vjet që punojmë këtu në Shqipëri. Nuk kemi punuar nuk kemi bërë të tilla punime, por kemi bërë punimet e tjera. Por kjo është në fushën tonë, kështu që ne mbulojmë këtë fushë, përderisa neve punojmë me hekur. Kjo është një ndërtesë me strukturë metalike, ka dalë goxha në modë. Dhe kemi bërë më të mirën e mundshme. Këtë kemi ndërtuar vetë nga vetja jonë, nuk e kemi pasur kërkesë, por bëjmë edhe me porosi, patjetër. Kemi bërë edhe me porosi, montojmë edhe në vend, jo me të njëjtin çmim kuptohet, por në vendet që nuk vete e gatshme kjo shkputet nga kati. Me fjalë, kati i dytë ecën mënjan dhe kati i parë ecën mënjan. Në vende që nuk vete kamioni, po themi, që ta çoj në vendin e duhur, ka vështirësi të rrugës, terrenit, mund ta ndërtojmë edhe në vend. Po, në zonat e veriut janë më të shumtat, andaj ka ardhur si model, por kërkohet dhe shumë në jug, madje jashtëzakonisht shumë. Ka pasur kërkesa edhe nga shtetas të huaj? Nga shtetas të huaj, jo. I shikoj që ndalojnë këtu në rrugë, i shikoj me vëmendje, por jo, nga vendas kemi pasur kërkesa. Më shumë neve kemi shitur rreth 5-6 nga këto të voglat që i kemi bërë këtu, kemi bërë edhe 3 në vend, kështu që kërkesat janë në rritje dhe patjetër që jemi të kënaqur. Neve kënaqemi më shumë kur kënaqet klienti, kjo është kënaqësia jonë më e madhe. Gjithçka lindi nga një ide mes rrjeteve sociale duke parë interesimin e njerëzve dhe sot këto shtëpi mund të përdoren për kampingje, por edhe për të banuar, ndërsa interesi ishte rritur ndjeshëm nga qytetarë të ndryshëm dhe kryesisht shtetas shqiptar.